Ja se çfarë i ndodh zemrës, diabetit dhe kolesterolit nëse konsumoni speca djegës çdo ditë. Për të gjithë ata që i kanë në qef dhe i konsumojnë speca djegës, ka disa lajme të mira. Studimet kanë rekomanduar se speca djegës përgjysmojnë rrezikun e humbjes së jetës nga sëmundjet kardiovaskulare. Për të arritur në këtë përfundim u bë një studim me 23.000 njerëz dhe ata që i konsumonin më shumë kishin 61% më pak gjasa të humbisnin jetën nga goditja në tru. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Dhe 40% më pak gjasa për atak kardiak. Konsumi në mënyrë të rregullt i specave djegës gjithashtu ul rrezikun e humbjes së jetës nga ishemia në zemër me 44%. Përfitimet kryesore shëndetësore nga speca djegës vijnë nga kapsaicina, lënda që krijon nxehtësinë dhe ul nivelin e inflamacionit. Doktoresh Mari Laura Bonaccio nga Instituti i Kërkimeve në Itali thotë, pavarësisht dietës që ndjek, dieta mesdhetare ose kompensimi sa më pak në produkte ushqimore me specin djegës ndikon të dyja llojet me një efekt më të mirë të mbrojtjes. Studiuesit këshillojnë që speci djegës të konsumohet të paktën 2 herë në javë. Në fakt, nuk është hera e parë që flitet për përfitime shëndetësore të specave djegës. Studimet e mëparshme tregojnë se speca djegës mund të mbrojnë kundër radikaleve të lira dhe diabetit, veprojnë si një qetësues, forcojnë bakteriet e zorëve dhe gjithashtu luftojnë edhe problemet e mbipeshës. Përfitimet që do të merrni nga konsumi i këtij produkti e bëjnë atë vërtet të veçantë për mbrojtjen e shëndetit. Te speca djegës gjenden sasi shumë të mëdha të kapsaicinës, përbërësi kryesor aktiv farmakologjik, flavonoide, vajra esenciale, karotenoide, celulozë, kalcium dhe hekur. Përmbajtja e lartë e vitaminës C është gjithashtu më e madhe se të gjitha frutat ose perimet e tjera, ndërsa gjenden edhe sasi të konsiderueshme të vitaminës A, K dhe B. Jo më kohë studiuesit kanë nisur ta quajnë atë si ari i kuqit tavolinës. Shumë njerëz pohojnë se nuk mund të hanë speca të kuq djegës sepse ndjejnë djegje në stomak, por kjo nuk është e vërtetë. Madje në shumë kultura është përhapur tradita popullore e çajit për të trajtuar ushqimin e bërë me kamomilë të ngrohtë, një lugë çaj spec djegës plur dhe një lugë mjaltë si ëmbëlsues. Po ashtu shumë njerëz kanë frikë nga ushqimet pikante, por kjo nuk do të thotë se duhet të hiqni dorë prej tyre. Speca djegës këshillohen nga mosha 14 dhe lart që të konsumohen brenda normës së lejuar, por teprimi mund të shkaktojë irritime të mukozës dhe të zorëve, andaj speca djegës duhet të konsumohen gjithmonë brenda normës së lejuar. Speca djegës janë kryesisht të këshillueshëm në parandalimin e infarkteve dhe sëmundjeve kardiovaskulare. Është parë se përdorimi i vazhdueshëm i specave djegës në shëndetin tuaj të zemrës do të japë rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit të tij. Ndaj, nëse doni që të përfitoni, duhet i konsumoni ato brenda normës së lejuar, kështu do të keni vlera të çmuara. Speci djegës është i pasur gjithashtu me kapsaicin. Kapsaicina vepron edhe në metabolizimin e yndyrnave duke përshpejtuar dhe penguar akumulimin e tyre. Një studim i fundit nga Chinese University e Hong Kongut e konfirmon plotësisht këtë. Gjithashtu, kërkuesit ushqyen kavjet me një dietë të pasur me ushqime të ndryshme. Grupi që përveç konsumit të tyre pati edhe në shtimin e konsumit të specave djegës kishte nivele më të ulta të kolesterolit në gjak. U vërtetua se kapsaicina ka efekte pozitive edhe te personat e prekur nga diabeti, sepse ndihmon gjithashtu në përmirësimin e aktivitetit të insulinës. Për të pasur një efekt mbrojtës në nivelin kardiovaskular, nuk është e nevojshme të konsumoni sasi të mëdha të specave djegës, por konsumi i tyre në mënyrë të rregullt dhe brenda normës lejuar, sigurisht që do të japë rezultate fantastike. Këta bazohet në teorinë se elementët që gjenden te speca djegës do të ofrojnë mbrojtje të mira shëndetësore dhe në parandalimin e radikaleve të lira. Kohët e fundit, kërkuesit e Cedar Sinai Medical Center në Los Angeles të SHBA-s kanë studiuar efektet e kapsaicinës në laborator dhe kanë munduar të tregojnë se ky princip aktiv ndihmon në parandalimin e shumë llojeve të komplikacioneve, sidomos atyre të prostatës, gjithashtu edhe atyre të mushkrive dhe zorës së trash.
Andaj specat e kuqdjegës do t'japin rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit tuaj. Me specin e kuqdjegës mundeni të dobësoheni. Për këtë janë të bindur profesor Henry dhe Emery që në revistën shkencore Human Nutrition kanë publikuar një studim me titullin Efektet e ushqimeve pikante mbi metabolizmin. Në një përfundim të tillë ka arritur edhe një grup kërkuesish i Universitetit të Tasmanisë. Speca djegës janë një alternativë e çmuar për shëndetin tuaj. Çka qëndron gjithashtu edhe te mënyra dhe sasia si e konsumoni atë. Sa më në rregull ta keni sasinë dhe brenda normave, aq më shumë përfitime do t'jap konsumi i këtij produkti. Speca djegës mund të ofrojnë përfitime të larta në mbrojtjen e shëndetit, dhe ekspertët e cilësojnë atë si një nga produktet më të çmuara në shtimin e dietës suaj. Speca djegës përdoren në mjekësinë moderne në rend të parë për zbutjen e dhimbjeve të personave që vuajnë nga artriti dhe ata persona të cilët vuajnë gjithashtu edhe nga problemet e sheqerit të lartë. Speci djegës është i pasur me vitaminën C, e cila ju mbron gjithashtu edhe nga infekcione të ndryshme. Gjithashtu te speci djegës gjenden sasi të mira të vitaminës C, të cilat ja atribuohen edhe vetit afrodiziake që bëjnë edhe në përmirësimin e funksioneve tuaja. Por për te shijes pikante, specat kanë një sër funksionesh terapeutike, të cilat jo të gjithë i njohin. Speca djegës do t'japin rezultate fantastike edhe në mbrojtjen e shëndetit tuaj të zemrës. Speca djegës mbrojnë nga sëmundjet kardiovaskulare, zvogëlojnë rrezikun e sulmeve në zemër dhe goditjeve në tru, dhe reduktojnë ndikimet negative të kolesterolit në gjak. Ulin gjithashtu edhe presionin e gjakut. Është provuar shkencërisht se speca djegës ulin presionin e gjakut dhe relaksojnë enët e gjakut. Speca djegës janë një produkt shumë i mirë kundër problemeve të radikaleve të lira. Studimet kanë treguar se kapsaicin të specat pikant largon qelizat e dëmshme. Kjo perime dhe erës gjithashtu ndihmon në luftën kundër ftohjes dhe ndalon trashjen. Ajo ka veti të mira antiinflamatore. Speci ka veti antiinflamatore, madje rekomandohet në rastin e kollës. Lehtëson dhimbjet reumatizmale dhe për këtë mjafton zbutja e tij në një farë kohe në një sasi alkooli dhe aplikimi në vendin ku keni probleme. Speci ndihmon në humbjen e peshës. Përveç kësaj, ushqimet me erëza çojnë në reduktimin e peshës trupore. Shija pikante e specave i detyrohet kapsaicinës, e cila gjithashtu favorizon tretjen, ndihmon trupin të djegë më shumë kalori. Çliron gjithashtu edhe zemërimin. Ushqimet pikante stimulojnë prodhimin e serotoninës, një hormon që i bën njerëzit të ndihen më mirë, prandaj është e dobishme në luftën e depresionit. Speci nuk këshillohet të konsumohet nga ata që vuajnë nga patologji si ulçrat, problemet e gastritit, hepatitet, hemoroidet, cistet e të tjera. Nuk këshillohet të konsumohet nën 13 vjeç dhe konsumi duhet të jetë i kufizuar, sepse aparati i tyre tretës është delikat. Gjithashtu për të shmangur shqetësimet në sasi të kufizuar duhet të përdoret edhe nga grashtatzana dhe ato që ushqejnë fëmijën me gji. Nëse merrni medikamente të caktuara përpara konsumit, konsultohuni me mjekun tuaj për të evituar çdo gabim të mundshëm në përdorim. Një nga avantazhet më të mëdha të kapsaicinës te speci djegës është kontributi i saj në shëndetin e zorëve dhe në humbjen e peshës. Në kundërshtim me besimet e njohura, speci djegës në të vërtetë mund të jetë një anti-irritues për stomakun dhe një mënyrë e shkëlqyer për të trajtuar ulçrat e stomakut. Së dyti, speci djegës, veçanërisht në formën e tij të pluhurit, është i pasur me antioksidant dhe përbërës të tjerë që qetësojnë edhe çështje të tjera të tretjes, si dhimbje stomaku, gazrat e zorëve, diarreja dhe ngërçet. Specat janë në gjendje të arrijnë këtë sepse stimulojnë lëngjet e stomakut dhe gjithashtu lehtësojnë kundër aciditetit të traktit tuaj tretës. Speci djegës mund të përdoret për metabolizmin tuaj, por gjithmonë brenda normës së lejuar, citon Healthy Side. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprakje, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.